me krahët e hapura drejt një ngazëllimi, duke përqafuar gjestin e sot tragjikisht shkoi pranë Zotit. Aksidenti tragjik ku humbi jetën vëllai i gjestit, vetëm 15 vjeç, është një lajm i trisht. Është një lajm që nuk kem fjalë për të dhënë ngushëllimin tënd. Është një ngjarje nga ato që të fut në mendime, edhe gjëja më njerëzore dhe gjëja që më del nga shpirti në këto momente është ngushëllimi i gjestit familjes për këtë humbje kaq tragjike, për këtë humbje që nuk ka fjalë që e përshkruan dhe shpirti i tij të prehet në paqe e Zoti e desh për veten. Një familje që nisi një rrugtim në Big Brother, një familje që luftoi dhe fitoi zemrat e shqiptarëve, e sot zemrat e tyre janë të thyera nga ky aksident që mori jetën e 15 vjeçarit. Një aksident i cili vjen në një moment ku tragjedit po ndodhin në vendin tonë. Të shpresh ngushëllimet është më njerëzorja që vjen nga shpirti im, edhe në ato orët e para kur lajmi sapo kishte dalë, nuk e di pse njerëzit po më shkruanin mua, ndoshta nga lidhja që unë kam me gjestin të komenteve që i kam bërë për gati një vit. Është një ngjarje që nuk ka rëndësi detajet si ndrojet apo fotot që për mua është një rrezillëk i madh që po bëhet në rrjet, ku po postohen fotot e viktimës shtrirë. Në këtë mënyrë, jo vetëm që nuk ja heqim dhimbjen familjes që është e shokuar, që është një dramë që nuk e di si mund të jenë ata, vetëm ja shtojmë dhe vetëm tregojmë se sa të lig jemi për klikime. Refuzova që të publikoja videon, të njëjtën gjë do ta bëj duke kërkuar edhe për ju, të nderuar kolegë. Mos postoni video, mos postoni foto, mos postoni asgjë, jo vetëm për këtë rast, por edhe të tjerat, por mos përdorni famën e gjestit, mos e përdorni këtë ngjarje kaq të trisht për të lënduar një familje për të marrë disa klikime, pasi nuk ju shërben as pak. Kjo humbje e Eldionit është një plagë e thellë që ka hapur në shpirtin e familjes Kelmendi dhe kurrë nuk do të mbyllet. Ngushëllimet është më minimalja, të jemi pranë tyre në këto momente kaq të dhimbshme, në këto momente kaq tragjike, duke treguar një lloj njerëzirllëku, duke lënë pas atë inatet apo ndoshta dëshirën për të marrë disa klikime. Këtë e kam për aspektin e medias, pasi nuk jam këtu për të treguar se si ndodhi ngjarja, por jam këtu për të shprehur një ngushëllim, jam këtu për të gjendur pranë gjestit me këto fjalë. Në këto momente kaq tragjike, kaq të errta dhe kaq të pamagjinueshme që nuk besoj që mund të kishte rënë ndërmend ndonjërit që do të përballte me këtë tragjedi dhe me këtë humbje kaq të madhe. Zoti ju dhon forcën për të përballuar këtë dhimbje. Zoti ju dhon forcën për të mbijetuar kësaj dhimbje që ka shkaktuar ky aksident tragjik, por edhe shpirti i tij, njëri i cili sapo kishte nisur jetën, njëri që kishte një energji pozitive, një njëri që ishte plot adrenalin në fytyrën e tij, kur e pa masakohen në Big Brother, sot ju bashkua Zotit, e ndoshta ky fundit e ka dashur për vete, pasi kështu shprehet populli që njerëzit e mirë në një moshë kaq të re, Zoti merr për veten e tij. Ai të kthehet një ëngjëll e t'i jap forcë familjes së tij për të kaluar, ndoshta pas shumë kohësh, për të kaluar këtë dhimbje që është hapur. Është një dhimbje që nuk ka kufinë, është një dhimbje që nuk gjen shpresë, është një dhimbje që do të shuhet vetëm ku dhe shpirti të bashkohet me atë që ka ikur. Të gjesh fjalët për të shprehur ngushëllimet nuk është as pak e lehtë, pasi nuk janë ato fjalët që mund t'ja ndjenjë dhe mund t'ja lehtësojnë dhimbjen një familje që përballet me një fatkeqësi dhe me një tragjedi si kjo, por le të shërbej ky mesazh im për të dëgjuar dhe për të shkuar në zërin dhe në veshin atyre që duhet të dëgjojnë më së miri, por ta mos e keq përdorur këtë ngjarje për disa klikime,
ta lënë familjen në dhimbjen e tyre e nëse nuk ka një ngushëllim, të mos ja shtojnë atë duke publikuar imazhe apo dhe video të kësaj tragjedie që ka pllakosur familjen Kelmendi. Humbje të tilla nuk janë të lehta, humbje të tilla lënë shenjë për gjithë jetën dhe ringritja është e vështirë. Por Gjesti dhe familja e tij ka pranë shumë njerëz që i duan, besoj ka pranë shumë njerëz që po i shprehin ngushëllime, ka pranë tyre shumë njerëz që i duan të mirën e pa diskutim, fancat dhe mbështetësit e Gjestit janë të pikulluar dhe po i shprehin mbështetjen e tyre për artistin e zemrës, i cili do të kishte edhe një rikthim këto ditë pas një pauze të gjatë për shkak të problemeve të tija, por ja, një tjetër sprovë. Por Gjesti është i fortë, këtë e ka treguar duke përballuar dy Big Brother, duke përballuar ndoshta atë jetën e vështirë, e kjo është një sprovë shumë e madhe. Kjo është një sprovë që shpirti nuk e di ato ta mbaj. Kjo është një sprovë që rrëzohet çati e shtëpisë. E dhimbja është aq e madhe sa ndoshta do të duhet një kohë shumë e gjatë, do të duhet një kohë shumë e madhe për të rikthyer aty ku njerëzit të duan ty. Por le të jetë ky moment thjesht për të shprehur ngushëllimet, për të qenë shpirtërisht me të dhe me familjen Kelmendi dhe për të lutur dhe për të bërë dua që shpirti i tij të prehet në paqe dhe familja ta kalojë këtë dhimbje duke ndjerë një mbështetje dhe nga të gjithë njerëzit.